Çfarë ndodh me trupin nëse nuk ha sheqer industrial për 14 ditë? Shumë njerëz konsumojnë sheqer industrial çdo ditë pa e kuptuar sa shumë ndikon në trup. Por çfarë ndodh nëse e ndalon për 14 ditë rresht? Sipas mjekëve dhe nutricionistëve, ndryshimet janë të dukshme. Nga dita e parë deri në ditën e tretë mund të ndjesh lodhje, dhimbje koke të lehta, dëshirë të fortë për ëmbëlsira. Kjo ndodh sepse trupi po shkëputet nga varësia ndaj sheqerit. Pas ditës 4 deri në ditën e 7, energjia fillon të stabilizohet. Uria e shpesht ulet, përqendrimi përmirësohet. Sheqeri në gjak bëhet më i qëndrueshëm. Pas ditës së 10 deri në ditën e 14, fryrja e barkut zvoglohet, lëkura duket më e pastër, gjumi përmirësohet, dëshira për sheqer bie ndjeshëm. Disa persona vërejnë edhe rënje të lehtë në peshë, më pak nervozizëm, oreks, më të kontrolluar. Kujdes, kjo vlen për sheqerin industrial, ëmbëlsira, pije të gazuara, produkte të përpunuara, jo për sheqerin natyral që gjendet në fruta. Përfundimi vetëm 14 ditë pa sheqer industrial mund të ndihmojnë trupin të ndihet më i qetë, më i balancuar dhe më energjik.